Autoritetet izraelite po I privojnë sistematikisht palestinezët në Gaza nga qasja në ujë të pastër. Akuza erdhi nga organizata Mjekët pa kufi, ku sipas një raporti të hartuar prej saj, Izraeli po krye një fushat ndëshkimi kolektiv në enklavën e shkatëruar palestineze. Shkatërimi masiv I infrastrukturës së furnizimit me ujë në Gaza së bashku me pengimin e aksesit është pjesë integrale e gjenocidit të Izraelit, tha organizata humanitare në një raport të titulluar Uji si armë. Mungesa e aksesit në ujë të pastër po ndodh së bashku me vrasjen e drejtpërdrejtë të civilëve, shkatërimin e objekteve shëndetësore dhe dëmtimin e shtëpive, nënvizuan Mjekët pa kufi. Akte të tilla përbëjnë krijimin e qëllimshëm të kushteve çnjerëzore ndaj popullsisë palestineze në Gaza, paralajmëroi raporti, bazuar në dëshmitë dhe të dhënat e mbledhura nga organizata gjatë viteve 2024 dhe 2025. Autoritetet izraelite e dinë se pa ujë nuk ka jetë, tha në një deklaratë një prej drejtuesve të saj. Raporti I Mjekëve pa kufi përmend të dhëna nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore, që tregojnë se Izraeli ka shkatëruar ose dëmtuar gati 90% të infrastrukturës së ujit dhe kanalizimeve në Gaza. Pavarësisht se armpushimi që është në fuqi prej tetorit të vitit të kaluar, ndaloi luftën në Gaza, që nisi me sulmin e Hamasit ndaj Izraelit në vitin 2023, territori palestinez vijon të jetë objektiv I sulmeve të përditshme. Si ushtria izraelite, ashtu edhe Hamasi akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armpushimit.